Drejtor, sa i takon protestës, vendi po përballet prej paktën 40 ditësh me protesta masive përpara kryeministrisë, duke mos u ndalur tek protesta drejt e qytetarëve, por tek aktet të dhunës. E disa persona gjatë protestës, të cilët u drejtohen me thirrje kërcënuese, jo vetëm deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por të zyrtarëve të lartë të shtetit. Janë madh masa sa i takon personave, janë identifikuar, të cilat janë hetimet e policisë, vetëm për personat të cilat bëjnë ose kanë kryer akte dhune ose bëjnë thirrje për akte dhune. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Patjetër që policia e shtetit pothuajse për çdo rast të evidentuar bën qyrjen apo pamjeve filmike të gjithë rrjeteve sociale ku shfaqen këto veprime të dhunshme që kryen ndaj institucioneve shtetërore apo ndaj personaliteteve të tjera, dhe për gjithë rastet ne kemi referuar materialet në prokurori dhe vazhdojnë hetimet së bashku me prokurorinë në këtë drejtim. Do vazhdojmë sërish të bëjmë të njëjtat veprime që kemi bërë deri më sot, pasi jemi në përputhje me ligjin dhe me gjithë procedurat tona standarde. Gjensila Kodra nga News 24, ju folët për sulme ndaj biznese. A kanë identifikuar strukturat përkatëse ndërkohë që ju i keni urdhëruar për hetim më të plot dhe si funksionon tek kjo skem? Pyetja e parë, pyetja e dytë ka pjesën e protestës dhe një prej protestuesve po ashtu ka deklaruar se është dënuar brenda ambienteve të bllokut të sigurisë. Ka një hetim përkatësisht për këtë çështje, pra për këto deklarata edhe të avokatit të tij mbrojtës? Së treti, kreu i SPAK para disa ditësh, zoti Braho deklaroi se Policinë e Shtetit e ka një nga partnerët më kryesor për ato hetimeve, por sërish ndërkohë nga ana tjetër pohoj se pret më shumë punë nga strukturat e policisë. Keni një reagim për këtë, duke qenë se në një nga operacionet e fundit BKH duket sigurisht na shkaloi Policinë e Shtetit dhe nga ana tjetër doja të pyesja edhe për sa i përket asaj që ju thatë për një oficer policie në lidhje me pezullimin apo largimin e tij nga Policia e Shtetit, për sa i përket nxjerrjes së videos dhe hetimet të pahishme apo veprimet pahishme të tij në rastin e dhunës ndaj vajzave të rastit të ndodhur në Fier. Çfarë konkretisht ka pasur rol konkret pra punonjësi policisë? Faleminderit. Faleminderit. Në lidhje me çështjen e parë, pyetjen e parë që ju bët, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Krimeve Kibernetike ka vazhduar duke kryer gjithë veprimet e nevojshme. Kemi marrë dhe kemi thërritur, kemi njoftuar bizneset që janë prekur, të cilat kanë ardhur kanë bërë kallëzimet përkatëse. Njëkohësisht kemi vazhduar me identifikimin e të gjithë profileve që janë përdorur në goditjen e këtij sulmi kibernetik, ku deri aktualisht kemi evidentuar edhe 150 persona ose subjekte kryesor që kanë përdorur rrjetet e tyre sociale të rregullta, jo fake, dhe ndaj tyre do vazhdojë hetimi dhe përgjegjësia penale. Kurse ndaj personave që kanë përdorur në rrjetet sociale atë indikatorin fake që nuk njihen, vazhdon puna për identifikimin e tyre.